Banorët e fshatit Zall Strikçan në njësinë administrative Zerçan në bashkinë e Bulqizës po përballen prej vitesh me ndotjen e mjedisit. Banorët denoncojnë pluhurin që shkaktohet nga guroria dhe fabrika e prodhimit të asfaltit, e cila ndodhet pranë fshatit të tyre. Denoncimi i banorëve vjen në një kohë kur pluhuri i cili vjen nga thyerja e gurëve mbulon gjithë zonën, por më shqetësues mbetet procesi i prodhimit të asfaltit. Sali Seferi nga fshati Zall Strikçan shpreh se sa herë fabrika prodhon asfalt është e pamundur të qëndrosh në banesë pasi aroma e ziftit ndjehet kudo. Ai shton se asnjë institucion nuk ka ndërhyrë për të kërkuar llogari firmës që të mos lejojnë ndotjen e mjedisit të banuar përreth. Ndotje e zhurmë këto janë, po të shte zifti janë më i keq. Kur punon në zifti, kur shkrejnë zift ato është më i dëmshëm se sa pluni. Kush pahet për ne? Ka marrë ke bon. Ma problem o zifti. Zifti ka herë të ronë, pa e që ke dal i pëtulli unë, që dalë të bosh një gjote e taf me ziftit. Kjo mund ketë në bje 10 vjetë se o vu këtu, ma dhe përsa 10 vjetë. Asë një gjanë, për e gjaje. Situata shqetësuese për banorët që jetojnë përreth fabrikës së prodhimit të asfaltit në këtë zonë bëhet më e rëndë gjatë muajve të verës, kur temperaturat janë shumë të larta.